Në lagjen Kala të Elbasanit është organizuar një aktivitet në kuadër të programit të festës së ditës së verës. Panajiri i zejeve erdhi nga gjimnazistët dhe shkollat nëntëvjeçare të Elbasanit. Të shumtë ishin nxënësit, të cilët në panajir sollën produkte të vjetra artizane dhe gatime. Prezantojmë pikturat e fëmijëve, me punimet me gozhda, punimet me dru dhe me letër, lulet që përfaqësojnë artën e pranverës. Kjo është shporta e ditës verës, ose iset, si i themi neve. Në panajir nuk munguan as veshjet tradicionale krajinore të Elbasanit. Tani unë prezentohem me veshjen që e kam të trashëguar qysh nga stërgjysherit edhe me traditën e bollokumeve të Elbasanit. Drejtoresha e zyrës arsimore të Elbasanit, Vesali Gjo, shprehet se ky panajir tashmë në Elbasan është kthyer në një traditë mes shkollave dhe gjimnazeve. Është ky panajir i cili promovon punën njëvjeçare të shkollave të qytetit Elbasanit dhe punimet e nxënësve të cilat promovojnë, forcojnë, inspirojnë brezat që vinë. E pranishme në këtë panajir ishte edhe deputetja Partisë Socialiste e Viskushit, teksa urojnë nxënësit dhe mësuesit për punën e kryer. Ne i ftojmë të gjithë, jo vetëm shqiptarët, po dhe ata përtej edhe trevat shqiptare përtej Shqipërisë, që të vinë në Elbasan sepse do të ketë një festë të mrekullueshme me këngë, me valle, me gatime tradicionale, me ballakume e gjithçka tjetër. Ky panajir vjen për të disatën herë radhasin e Elbasan, duke nxitur akoma edhe më shumë krijimtarinë e nxënësve, ku qëllimi mbetet ruajtja e traditës dhe kulturës vendase.